këtu i kanë ullë njerës në atë Roshovin, në shpëret struj, si thujmë në Roshov, o ku që kanë ullë njerin aty, sa da i gjallë është a i burgosën, që di janë. Nëse ti komunikojsh se të nishin të folë, heke kush foli, nëse ti nuk të regojsh e kush foli, ata i rreshin tonë. Mas ne më ka kalëzu një shokë në burg në Serbi, që i kanë shti njerës murrejt burgosën shqiptarë. Nërme veti, qëtu në burg Gjorakovci. Godit e ti këta, aja ta, ti këta, ti shokun shoku ty. Musë më kanë thonë, po qaj shokun Serbi më ka kalëzu që tha na kanë shti murrejt janë me tjetër. Pse pjahen ka qpak shokun. Në më thonë nuk kanë lënë formë pa e përduar ata mi burgosin shqiptarë. Po gete kanë ditë se kanë, si thujmë na, në shkelma të fundit janë konë. Edhe kanë desh më mbjellë friket, merë të na, tha që s'kanë lënë mjetëbre pa përduar. Gjithçka thash, këtu i kanë ullë njerës në atë Roshovin, në shpëret struj, si thujmë na, Roshov, o ku që kanë ullë njerin aty, sa da i gjallë është a i burgosën, që di janë. Ka pasoja, në kom shokët mi që sa të kanë pasoja për qëti burgu. Këtu e njësë. Tani kanë baru në Serbi, po dijet atë se në kanë qu mirë, po. A i thot se ishte ndër më të rinjë të arrestuar së bashku me disa familjarë të tjerë dhe pasiguria e tyre ishte më rënd së prangat, sepse shpresa se do të shpëtojnë ishte e shuar. Ma i riu në këtë burg jem konë une, sa ma i men, a konë i djallë i dajs të babës tem, Trubuhovcit Bedria, më thonë që kjo e mi konë gjenerata jonë, më canikat e mi, djalli mi të tem. Në burg të pes e kem gjithë, ne kanë prungë edhe një matri, po për në burg Gjorakovci të konë mosha 17, dikon derin, mos të gabaj 68, 70, që të dikon. Ka pas edhe matë më shumë, po menja ma thëtë se dhejmë 70 vjetë, 72-3 vjetë ka pas. E në pej ka pas edhe matrisën, po konë një djalli Drenic, 16 vjeqarë konë. Edhe konë një plak i fshatit Bec, Gjakovës, ne kanë pru në burg pejs, aja konë dikon rrëth 80. Nuk i di me anë, një kom harru për bes, po i moj me në këta dy si shumë i ria edhe, mu do ke vetja, si pak ma vjetër, ja pësha pak kuraja ati djallit, i shumë i ria, i tepër i ria. Pa i bo 16 më do këtë. Kjo pyetje s'm ka rënë në ankur më në atë kohë, për të kallëzaj drejt. Se na nuk e kemi menu që asë një keme kështu. E kemi dëgju një bagerë këtu gjatë kohës sa i mi konë, punoj këtë të natën. Edhe patem nina që vareza masive, diçka t'il, djallit mitës temi kom thonë që këj bagerë të punu për neve. Që në të e po një grupë aty edhe na krahujnë tonë dhe kanë mëna gjymë. Për besë, unë se kom menu si pështojnë kur. Na kemi folë për një djallit mitës tjetër që e kemë pas Beratin. Ajo konë djallë Astreti, s'ka pas vlas, motër. Thash pare, ja kemi morë halal dhe një tjetërit, e ka ishin Beratin, në që në basë. Unë e kësha 2 vlazën, djalli mitës tjetër e kësh një vla, Berati ishtë djallë Astreti edhe si thujmë në i mshelet djera me thejë. Edhe kështu që unë se kam menu asë jo unë, po të 87 se kam menu asë një gjallë, si pështuj. Se ty ishe njerës këtu një farfuar me të masakru, ma përdej. Vishë gjallë si ishi. Fry mërshim, jetojshim gjanjet mjerushme edhe. Menja mu ma thejke si dajmë kemo dekunja, në kanë më nalonë qështu, më në vrasë, po dojnë më nalonë qështu më vdek gjithë. Si në burg të Auschwitzit që kanë bo me gase, ku ta dimë.